Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Kosovë, por të lidhur edhe me dosjen e spionazhit të Fatmir Shehollit që u publikua ditën e djeshme. Aty përmenden shumë emra, pagesa, por mbi të gjitha Albin Kurti edhe metodat e sigurimit, zbulimit e shantazhit serb në Kosovë. Për këtë dosje do të diskutojmë me një mik të emisionit ton, profesorin Selatin Redkoceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, zoti Bolla. Faleminderit për ftesën. Profesor, besoj nga dje në momentin që dolën bisedat në dosje, por dhe fakte që ka prokuroria për Fatmir Shehollin dhe të tjerët ishin tronditse, por pak a shumë ne disa prej tyre i kishim prekur edhe në bisedën e javës kaluar ne folëm për radikalizmin fetar, për ndërtimin e shumë të xhamive, për metodat serbe të sigurimit që shtrinin tentakulet e tyre përmes hoxhallarëve, ndërkohë që thuajse ajo që ne diskutuam një javë më parë ishte e shkruar dje tek akta akuza që u ngrit për Shehollin. Pra kjo pjesë nuk është se ishte ndonjë surprizë e madhe për operimin serb, por çfarë u bëri më shumë përshtypje tek kjo dosje? Se janë futur gjithandej nga hoxhallarët tek media, në politik po, e tjera. Zoti Bolla, unë nuk pretendoj se jam ndonjë ekspert i sigurisë, por megjithatë duke u marrë në vazhdimsi me këto probleme me të cilat Kosova ngarkohet si para lufte, si pas lufte, edhe sigurisht jam i interesuar për gjendjen në cilën populli shqiptar ka rënë me vite të tëra. Edhe isha unë në momenti kur ju më dërguat SMS, unë isha duke lexuar pjesë të akta akuzës të ngritur për Shehollin dhe në shumë pjesë të asaj akta akuze unë veç kam pasur një lloj njohurie paraprake, sepse në një farë mënyre mund të kem kontribuar edhe unë në atë dosje, sepse kam pas një rast unë e bukur të rënd në lokalitetin tim, në fshatin tim ku ndërtohej xhamia e dytë, edhe pse aty nuk ishte klienta, apo si i thonë këta xhamat as për xhamin e parë, sepse është një fshat intelektual, një fshat që pak merret me fe, por megjithatë Islami politik kishte vendosur që në një qendër intelektuale, siç është fshati Llogaxhi, me një numër jo shumë të madh banorëve, por me një strukturë të intelektualëve mbi 550 intelektual me shkollë, më të them të shkolluar, me shkollim superior, me 20 doktor shkence, me 150 magjistra që kanë dalë nga ky lokalitet. Islami politik dëshiroj që ta fos mund në këtë qendër, ta fos një xhami për të indoktrinuar apo për të quar, për të zbatuar planet serbe për asimilim të shqiptarëve nëpërmjet islamit, sepse ajo ishte forma më lehtë për të shkatruar shqiptarët, dhe unë atë kohë kam bërë shumë përpjekje që mos të ndodhë kjo qendër islamike në fshatin tim, por megjithatë ndihmuar nga strukturat komunale dhe nga strukturat qendrore të shtetit tim, është vendosur dhe është ndërtuar një xhami që unë edhe sot e kësaj dite mendoj që është financuar nga Serbia. Sepse fshati sigurisht që nuk e ka investuar dhe të tilla ka thuajse në tërë Kosovën. Atëherë jam interesuar dhe kam shkuar deri në AKI për ta analizuar, për të bisedu me inspektorët e AKI-s për të parë se çka është puna e këtyre xhamive në vendin tonë. Njëri prej inspektorëve që është marrë me mu, ka thënë drejt, kemi probleme se me gjallë keti drejt, zoti Redkoceri, sepse vërtet këto xhami po financohen nga shtetet islame, ambasadat të shteteve islame, të cilat funksionojnë në Republikën e Serbisë, kuptohet nëpërmjet
ambasadave edhe nëpërmjet bashkëpunimit me strukturat serbe. Dhe tani në dosjen e Shehullit po shihet mirë se ka pas dokumente që ata i thojnë top secret 2, atë top secret ne e kemi publiku në faqet e mia të Facebookut, është sigurisht para 2-13 vjete, e ai top secret ka dalë direkt nga ministri i punëve të jashtëve të Serbisë, tash që ishte shefi policisë Dačić atëherë ishte dalë prej tij dhe shihej mirë se me çfarë qëllimi po ndërtohen krejt këto xhami në Republikën e Kosovës. Dhe kjo doli edhe u përfshi në dosjen që është përgatit nga prokuroria që po ndjeket zoti Shehulli. Çka të themi për zotin Shehulli? Ne e kemi ditë për familjen Shehulli që është bashkëpunëtore serbe. Më keni treguar edhe një episod të një udhëtimi jashtë, nëse nuk gabohem. Po, ajo është, domethënë unë nuk e kam njoft. Më herët kam dëgjuar për familjen Shehulli i një fshatit të Llopit dhe baboj i zotit Shehulli sigurisht nuk e ka pranuar kohëve të fundit, por megjithatë ka qenë etiket apo është piketuar nga i madhi Zahir Pajaziti. Sot që kisha një bisedë me zotin Hasan Zeneli, nuk kem nevojë të hym në ato konspiracione, ato edhe që dihen tani më janë publike edhe e din të gjithë. Dhe zoti Shehulli edhe ky djalë i ri atëherë ka qenë, ndoshta 17 vjet, 20 vjet, ndoshta i ka pas para lufte kur është marrë me aktivitete të babait vet, edhe ka qenë spion serb. Dhe pas lufte, menjëherë pas lufte, zoti Shehulli është futur në institucione, ka punuar si këshilltar në Ministrinë për Kthim dhe Komunitete, ka bashkëpunuar ngushtë me serbët, dhe të njëjtën kohë ai Gjoja është paraqitur si njëri prej spionëve të dyfisht, Gjoja se Kadri Veseli në atë kohë si shef i Shikut ka kërkuar informacione dhe ka marrë informacione nga Serbia dhe i ka sjell në shërbimin inteligjent Kosovës, gjë që unë dyshoj se ky njeri ka mundur të shërbej Kosovës më shumë se sa që i ka shërby Serbisë. Ka një spion i typit, po më shumë ka anuar andematan. Më shumë ka anuar edhe po shihet tani më në dosje edhe vazhdimisht. Ka 27 vite që ky njeri ka qenë shumë në publik, ka fol një njeri i sigurimeve sekrete, tjetë aq publik, ne vazhdimisht jemi befasus, sigurisht, ka pas qëllimin të bind edhe institucionet e Kosovës se kë është vërtet mik i shqiptarëve edhe është të punu për shqiptarët. Në fakt, kë në vazhdimsi ka punuar për sigurimin serb edhe sigurisht do të dënohet për këtë çështje. Tani janë pyetje dëmet, tani do dalin dëmet që ky njeri ja ka shkaktuar Republikës Kosovës, sepse dëmet do të jenë të pariparueshme, sepse 1000 xhami sot spaku për tyne 700 janë mas spaku të ndërtuara pas lufte, të gjitha janë financuara në forma të dyshemta, qoftë nga Katari, qoftë nga Arabia Saudite, qoftë nga ambasadat në Beograd, qoftë edhe nga vetë buxheti i Republikës Serbe, se unë nuk thash edhe diçka. Kush ka mundur? Mu në atë vetë kur kam shku në AKI, inspektori më ka thënë i AKI-s që 28 milion euro buxheti i Serbisë i ka nda për ndërtim të xhamive në Kosovë. Merrni me mend, çfarë me arsyetim ndihmë komunitetit musliman në Kosovë. Serbia me investu në ndërtim xhamive. Këtu vetë dosh, Bashkia Islame e Kosovës ta di se nuk është në rregull me të investu. Jo, le të ndërtohen xhamia,
nuk mund, askush është komuniteti musliman tradicional, le të ndërtojnë xhamia në fuqinë e vet, sot kanë mundësi, por jo të marrim xhamia tash siç e kemi në Lipjan, këtu në qytetin tonë, është një qendër e madhe islamike e cila është ndërtu edhe është direkt në financimin e islamit politik apo vllazërisë muslimane e cila funksionon në Katar edhe i ka shtri rrojt e veta në Kosovë, edhe në Lipjan, tash edhe xhamia e madhe e turqëve që po ndërtohet në Prishtinë, që e dim edhe rastin kur ishte ato problemet brenda Tiranës, kush me udhëheq me xhami, e dim që Turqia s'ka leju komuniteti shqiptar aty, por i dërgon misionarët e vet për ta udhëhequr atë xhami, njëjtë do të veprohet edhe në Kosovë. Ata do t'i kenë njerëz të vet që do ta udhëheqin xhamin, siç e kemi një rast në Prizren, ku e kanë ndërtuar xhami dhe aty e kemi atfar imamin nga Turqia, i cili edhe predikimet i bën në gjuhën turke dhe jo në gjuhën shqipe. Këto krejt janë një rrezik që ka bashkëpunu Serbia nëpërmjet njerëzve si ky sheholli, e të tillë kemi me qindra në Republikën e Kosovës të ngjajshëm, por problemi më i madh është tash se në gjitha institucionet e Kosovës kanë me na dalë njerëz të tillë. Jo vetëm BIK, do t'i kemi në qeveri, këta do t'i kemi në kuvend, këta i kemi në AKI, këta bashkëpunëtor të islamit politik i kemi gjithandej. Madje edhe në diaspor, në ambasada theksoheshin në dosje. Diaspor, aty e kemi gjendjen mizerje me këto në ndërtimin e qendrave islamike, atje i kinë Gjermani 6-7 milion turq, nuk bëjnë asgjë në këtë drejtim, derisa 300-400.000 kosovar atje merren me këtë punë, dhe brenda natës Zvicër të bojnë miliona. A janë tyre? Jo, mëre, nuk janë ato parat të tyre, por ata vetëm paraqiten si njerëz që gjoja po japin parat e tyre, derisa ato pare janë nga këtë farrjeti i ushqimeve halal, apo ku ta diun në çka veprime të tilla, prapa të cilëve mshifet vllazëria muslimane, islame, të cilët financojnë me para, pa kurfar llogarie, prej parave në dorë, parave prej xhepit në xhep, dhe domethënë nuk ka askush kërkuj, nuk i jep llogari. Në këto raste janë korruptu thellë edhe kryetarët e komunave, janë korruptu thellë njerëz të ministrisë që japin leje, janë korruptu të gjithë. Tani edhe ky rasti atje që ka lind Vushtre, edhe këtu është i implikuar drejt për drejt islami politik për të shkatruar atë vllazërinë e rrejshme që është mes katolikëve edhe muslimanëve. A tolerancën që këta thojnë vazhdimisht, na jemi tolerant. Ta fare nuk janë tolerant. Nuk po them, unë personalisht nuk jam as për kisha as për xhamia. Ne kemi nevojë për shkolla, kemi nevojë për industri, kemi nevojë për zhvillim. Ne kemi efektuar gjithmonë, ajo kemi biseduar. Domethënë, unë mendoj që na kemi nevojë për zhvillim, nuk kemi nevojë për indoktrinim, sepse ky indoktrinim po ka kosto, po na kushton si popull. Dhe çka më thon tash fakti tjetër, që dikur kur u lirua zoti kryeministër tani, ushtruesi i detyrës Albin Kurti, ka pas thënë, nëse ndonjëherë keni mund ta shihni në rrjetet sociale, kur e liroi Koshtunica, e fali Koshtunica, të parin burgosën politik, Hotin e vrojti, Hotin e humbi, nuk e kemi gjetë as ekstrat, derisa nga 500 burgosur i pari u lirua nga Vojislav Koshtunica, armiku më i madh i shqiptarëve i të gjitha kohrave. Dhe zoti Kurti del dhe para gazetarëve thot: nuk është me rëndësi fort lirimi im. Ajo që do të shihet më vonë, do të jenë pasojat që shqiptarët do t'i kenë nga lirimi im. Kjo do të thot diçka. Tani, a kanë mri me rekrutu, sepse çdo i burgosur politik, çdo aktivist politik, të gjithë ne që kemi qenë aktivist politik, Serbia
provat më të mëdha i ka bo me na përpunu, me na fut në rrjetin e spionazhit. Ka mbajt ndoshta në burg, fals ka mbajt 1 vjet, 2, 3. Por tim brenda burgut o lu roli i spionit dhe ke qenë spion. Ma vonë të kanë liru, ndoshta me fpell ka pas plot spion, të cilët kanë nejt 6-7 vjet në përburgjet serbo-slave, por ata kanë qenë spion, sepse kanë punu brenda burgut për t'i denuar sa ma shumë grupet patriotike shqiptare të lëvizjeve të ndryshme të cilat kanë vepruar në atë kohë. Dhe tani, Serbia po ja arrin qëllimit. Unë frigohem që Kosova është në udhkryqin më të rrezikshëm që ndonjëherë shqiptarët kanë pasur në historinë e tyre. E kemi ditur në vitet e 80-90 kur edhe kemi fillu luftën, se e kemi një armik. Tani na kanë armiqsuar ndërmjet veti. Tani na kanë armiqsuar sepse komuniteti musliman ka të më dëgjon mua intervistat e mia, unë jam armik për ta. Kjo është, kanë mërri këta zotri kanë mërri në shkollën më të rrezikshme, të asaj që unë kom thonë, Kosova rrezikon të futet në konflikt civil, dhe shenjat e para kanë qenë atë ditë në Kuvendin e Republikës Kosovës, kur spionët serb e kanë ardhur ata spionët të rekrutuar, të kaluarën, dhe janë infiltruar dhe nuk gjykojnë ndonjëri prej tyre, atë ditë kanë ardhur e kanë vërshu sallën e Kuvendit Kosovës dhe kanë provoku njerëzit më emblematik, Ramush Haradinajn edhe Sala Jasharin, që është familja më emblematike, unikate në rruzullin toksor, jo në Kosovë, po unikate. Aty e ka nonën, babën, gjyshen, krejti ka të vramë, jo nonën, po familje, 28 antarë të familjes Jashari, 58 antarë të familjes Gjër Jashari, dhe gjendet një shqiptar, edhe i drejtohet Sala Jasharit. Sala Jasharit, e keni të rënd, edhe keni haram thët ajrin e Kosovës që pëthethni. Po cili nga ne e ka halal pasaj, nëse nuk e ka familja Jashari halal. Po kjo vërtet, kjo është te i kalim i gjithë shkaje. Kjo vërtet është mjerimi ku vetëm serbët kanë dash na shohin në këtë gjendje. Dhe ja ku jemi sot. Nuk jemi në gjendje ta zgjedhim një president. Qohet Beogradin moshën e shtyër. Dhe vjen Kosovë, dhe nuk e pret Albin Kurti. Po kush ka Beogradi është njeriu më shumti që ka bërë për që i pari, që ka nisë çështjen nga lobingu shqiptar që është bërë në Amerikë, dhe ne vjen me zojen të ditë në gjendje të rënd për të na thonë zgjedhni një kryetar. Ne nuk jemi në gjendje ta zgjedhim, sepse duam ta zgjedhim. Nuk duam sepse duam ta shkatërrojmë Republikën. Profesor, nëse nuk ndalet me këtë dosje, ky zotriu, Kosova do të jetë e shkatërruar. Po tjetër çfarë ka ndosje për sa herë edhe ku përmendet Albin Kurti tjetër? Sepse në mos gaboj flitej edhe për qëndrimin e tij për Thaçin, për në mos gaboj Krasniqin, për një raport më ndryshe me një prej komandantëve të tjerë, pra për largimin e tij pasi dilte nga burgu në Norvegji e tjera e tjera. Atë dosjen unë nuk arrita. Unë mendova sipërfaqësisht në shpejtësi isha duke lexuar kur se më interesonte, po i ka 80 faqe dosja, vetëm disa pjesë që më duken më interesant, edhe që dikush i kishte selektu, ato mundova t'i lexoj, dhe aty poshtë që dosja implikon keq kryeministrin. Dosja implikon keq kryeministrin. Po, në mos gaboj aty që thjesht sipas dosjes tentativa që ishte bërë, jo që ishte rekrutuar, apo gaboj? Po, aty në dosje po thet është tentuar të rekrutohet, edhe dëshirohet që kjo gjëja të ndodhë në periudha tjera, por kjo nuk ka të bëj me periudat e hershme, nuk ka të bëj me këto vitet e fundit, ka të bëj me periudën kur zoti Kurti ka qenë bërë. Edhe kjo puna e këtij lepthirit.
edhe kësaj punës së homoseksualizmit brenda burgut. Kjo nuk është temë e re. Kjo temë e dim moti me atë serbin që ka ndodhur. Po mos është në kështu, domethënë për ta diskredituar figurën e Kurtit, mos është qëllimi ky. Pra sepse ka një vërtetësi që këto me të vërtetë janë dokumenta të bija serbe, pra autenticiteti i tyre. Ja, dokumente ka aty, dokumente sot të doni të bija serbe. Unë mendoj që shumica e këtyre dokumenteve kanë burimin nga bija serbe. A ju mendoni që janë origjinale? Po janë origjinale. Dhe shiqoni, tani edhe këto veprimet më të reja që i thash edhe detune, kur diçka shkon keq në Kosovë kundër Kurtit, angazhohet t'i bëhet kundërshtar edhe Vučići. Në anën tjetër kur në Serbi diçka shkon, del në një farë mënyre kundër edhe Kurti për Vučićin. Këto krejt janë shenja të këqija. Dhe nuk duhet na të themi se shqiptarë gjithmonë kanë pos, Haxhi Qamila. Edhe unë mendoj që ne vërtet jemi në një rrezik të tradhtisë madhe, të asaj që e lexojmë në romanin e Ismail Kadares, edhe të ne ka shumë mundësi të na ndodh tradhtia madhe. Sepse kjo dosje është e përgatitur nga esh krye prokurori Derimi Sufaj. Edhe lufta e madhe është bërë që Derimi Sufaj në asnjë mënyrë mos jetë krye prokuror i Republikës Kosovës. Sepse nëse gjyqësia leherë ka pas njeri më të përgatitur, njeri më të denjë, njeri më patriot për Kosovën, është Derimi Sufaj. Dhe Derimi Sufaj arriti, por për fat mirë kanë arritur vonë. Dosja është e përgatitur, dosjen e ka përgatitur njeriu më kompetent. E zoti i Sufaj edhe sot ja ku e kemi. Unë mendoj që kjo dosje ka shumë realitet mbrana. Shumë është reale, mund të ketë ndonjë improvizim, mund të ketë edhe diçka që nuk shkon, por shumica e kësaj dosje do të jetë e vërtet, edhe e shohim që vetëm nëse zoti Kurti e ka kapë pjesën tjetër të gjyqësorit dhe mund të lirohet, sepse krejt lufta edhe Vjosa Osmanit, edhe zotit Kurti, për këto 5 vjetë gjarë sa pi bojnë me këtë pjesën ushtrues detyrës, ka qenë që gjykatat të kapen, sepse ata e din ku janë të implikuar. Ndoshta asgjë s'është me qëllim këto, nuk është bërë me qëllime të këqija, por si themi ne në Kosovë nga del shpirti. Kemi qenë nxarë. Nëse ke qenë i burgosur në Serbi, ke pësuin ato dëmbet më të mëdha njerëzore. Unë e kam një mjektimin i cili ka pësuar një 4 vjetë burg. Dhe ai ka tregu ngjarjet që i ka pas karrika elektrike, ujë me gjarprej, metodat më të rënda që bëhen ndaj burgosurve, edhe ne themi që ndoshta edhe shpirti është i ëmbël, edhe njeriu mund të pranojë edhe bashkëpunimin. Profesor. Po. Prandaj me një moment duket zoti Berisha i ka thënë zoti Kurti, del pranohet që ke pas zor të madh, edhe nuk është marrë. Ta falim, por mos vazhdo me tutje sepse po e rrezikon shtetin. Sepse nëse një herë kërshit, nëse një herë ke pranu të jesh bashkëpunëtor, gjithmonë do të jesh i tillë. Që kjo është problemi më i madh. Unë po të kisha qenë i burgosur, nuk mund të garantoj që do të mund të qëndroja sulmit, por ose do të bëja vetvrasje, ose nuk do të pranoja sigurisht të jem bashkëpunëtor i Serbisë, por të gjithë njerëzit nuk janë të tillë. Ka plot të tillë që kanë sakrifikuar veten, kanë psu, nuk kanë sot familje,
janë gjendje të vështira se s'kan pranu bashkëpunimin, nuk kanë familje sepse i kanë trellë, si thojmë ne, në përburgjet serbe, edhe për atë arsye ata të njëjtit ose kanë vdek nga tortura, ose vazhdojnë të jetojnë ashtu të vetmuar edhe të smur, si çek nga torturat e rënda, të cilat vërtet ka qenë e pamundur të durojnë të gjithë ata shqiptarë që kanë qenë burgosën. Ndonjëri prej tyre ka qenë malabel edhe nuk e ka pranu presionin edhe ja ku jemi sot. Profesor, kam edhe diçka të fundit se folëm për dosjen për aspektin pra të AKI-s që zbuloi pavarësisht se ishte po AKI-ja që i dha një fond gati 600.000 euro si të fillim. Folëm për skenarin e tyre për ta islamizuar, pra islamin politik, ndërtimi i xhamive të tjera deri te projekti për të dërguar prapë Çukuroviçit shqiptarët e Kosovës në Turqi. Folëm edhe për pjesën e fundit pra që ju ndalët, por nuk folëm për aspektin mediatik, pra që kishte shtrirë tentakulat edhe në media. Që shehu gjeti shumë hapësirë si në Tiranë, si në Prishtinë, por edhe me persona të tjerë. Sheholli ka qenë një prej ftyra më mediatike. Të gjitha mediat i kanë dhënë hapësirë, edhe ashtu ka vepruaj tani, a jeni mi mashtru ne, si dim të mashtrohemi, mediat e kanë atë detyrë, fundit mediat s'kanë asnjë përgjegjësi pse e kanë thirrë. Por megjithatë unë mendoj ka faj shteti që e ka marrë strukturat larta dhe ai ka qenë shfrytëzues i madh i parave të publikut. Unë e kam treguar rastin tim kur ne kemi udhëtuar në Itali për një trajnim 2 javor, ai njeri nuk e di, unë nuk e kam di që ka qenë shqiptar. Mund ta jepni edhe një herë për publikun, profesor, atë udhtim? Ai në Itali, në Rom, kemi qenë në vitin 2004, duket. 2004 në një trajnim, ne të tjerët jemi trajnu në një shkollë policore në Rom. Ai nuk kanë dajt, por ai njeri ka shpenzuar buxhet të Kosovës pa asnjë kontroll. Ne nuk e dinim çka është duke ndodhur, kush është ai. Tek kur jemi kthy pas 2 javësh në aeroplan, unë e kam marrë vesh që ai njeri është njeri, si duket ka qenë përcjellës i grupit, si duket ka qenë spion me ata që kemi qenë një grup i madh i shqiptarëve, i drejtorëve të departamenteve të ndryshme në ministrit e qeverive e qeverisë, kur atëherë sa ministri kanë qenë, si me gjas edhe në atë kohë ai ka ardhur si spion serb për të përcjell trajnimet tona. Spionin me veten avion për çdo veprim që bëhej, takimet, organizimet, biseda. Jo mi bindun me atë qëllim ka ardhur, por ai ka qenë vetëm një rast. Ai vazhdimsi thojnë që ka udhëtuar në atë formë me gjitha grupet që kanë shkuar në për trajnime, ai gjithmonë ka qenë prezent. Shokët kanë treguar miqtë e mi që i kam pas në për ministri, ai s'ka qenë veç hera parë, por ka qenë me 10 herë në përtubime të tilla me mision. Domethënë ka ardhur me mision për të kryer punët e veta në shërbim të bija serbe. Në shërbim të bija serbe, në anën tjetër këta tonë kanë menuar që në shërbim se atëherë s'ka pas. Atëherë s'ka pas AKI, ka pas shërbim informativ të Kosovës, që më shumë ka vepruar në formë ilegale se sa legale, sepse se kanë pranuar ndërkombëtar një shërbim të tillë. Kështu që unë mendoj që plani i Ivo Andrićit, nobelistit serb, Vaso Çubrilovićit për pastrim etnik dhe Dobrica Ćosićit, i cili ka thënë që Amerikën do ta kthejmë nga vetja në momentin kur të arrijmë ta kemi një lider të shqiptarëve që është kundër Amerikës. Dhe gjitha shenjat janë që sidomos me atë që nuk u taku Biogardin nga Albin Kurti, kjo është shenja më e mirë që zoti Kurti veç është kundërshtar edhe nuk ka asnjë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për asgjë mos të kishim takuar. Do duhet të takonim për shkak të moshës së tij të thyer. Moshë sa i ka afër 90 vjet. Çohet vjen
12 orë të udhtoj prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkë me zonjën e tij, dhe të na lës ta bëjmë një president, edhe t'i krijojmë institucionet, jo vërtet nuk di ku shkojmë matutje edhe deri ku do të shkojmë. Kjo është një kapitullim për dritë të diellit. Profesor, për ta mbyllur lutem dhe diçka në këto ditë që kanë mbetur në çdo bisedë, në fund pyetja e fundit për ta mbyllur do jetë për atë që presim nga Haga. Po numërohen ditët, kanë nisë numërimi mbrapsht. Unë kam thënë, unë besoj në drejtësinë ndërkombëtare. Nda është krejt normale, prokuroria me pas akuzë, bën akuzë, ngarkon sa të mund. Por megjithatë, unë vazhdoj të besoj që gjykata ndërkombëtare e Hagës, sidomos pas atyre dëshmive të Wesley Clarkit, Rubinit, Tony Blairit, ato dëshmi që i keshim, unë jam i bindun që Amerikani, që është edhe gjyqtar në Kosovë, në EULEX, Gjermani, gjithashtu edhe në Zvicran, që është në trupën gjykuese, atave që kanë marrë vendimin. Dhe vendimi, unë jam i bindun që do t'jetë lirus. Nuk muj me thënë për të katërshen, por s'paku dë prej tyre do t'jenë lirus, por edhe dë që lirohen do t'jetë dënim. Kush mendoni që do jenë dy që do lirohen edhe dy që do dënohen? Nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim, megjithëse në ndërdijen time e dija fërsisht, por nuk dëshiroj sepse pastaj është konspiracion. Pastaj unë nuk dëshiroj të futem në konspiracion, nuk jam konspiracionist, unë bazohem në atë që e kom përcjell, që kom mujt me përcjell, qysh e një këto tribunalet, se i kom përcjell të kaluarën. Sytë më shumë janë të Thaçi, aja ka zënë dhe hapësirën më të madhe. Thaçi mendoj do t'jetë i lirë. Thaçi mendoj do t'jetë i lirë. Edhe ajo do t'jetë madhështia e krejt asaj, sepse edhe është figura kryesore e krejt këtij procesi. Po jam i bindun që cilit do që të dënohet prej këtyre, Thaçi nuk do t'jetë i kënaqur edhe me lirimin e tij. Por që do të mbetet profesor, se biseda mbetet dhe është aty, mendoni që Thaçi do lirohet kurse bashkë me një tjetër, dy tjerë do dënohen? Unë s'paku ashtu në bazë procesit gjyqësor, edhe të atyre dëshmive që i kemi pas të ndërkombëtarëve, edhe të mos ofrimit të dëshmive për dë prej tyre që s'patëm dëshmi nga Amerikanët, unë atë pak frigohem që nëse s'kanë dëshmu Amerikanët për ndonjërin prej tyre, ata dhe mund të jenë si viktima të këtij procesit të direkt financuar nga Serbia, e të ndihmuar për fat keq në kaluarën nga LDK-ja, e zonja Gërvalla, e Kutadion, ku e kemi po se kjo zonë nuk do të kishte spaku një etik morale del para publikut të Kosovës, kur kë krimineli serb Dačić e akuzon edhe i thet të falenderoj për këtë bashkëpunimin e ndihmën që na i ka dhënë në krijimin e dosjes kundër UÇK-s në Hagë. Kjo po të kishte pak karakter njerëzor, pak moral, pak etik njerëzore, nga ai moment do të ikte në Gjermani atje ku e ka familjen, nuk do të dukej më kurrë në territorin e Republikës Kosovës, sepse ajo zonë ka dërgu dosje nëse jo në Serbi, nëse jo në direkt në Hagë, se dhe i ke kom lënë me një bankë, nëse i keni ndëgju me një sirtar të një banke në Gjermani, por në fakt ajo zonë ka mund t'ja dërgoj dosjen dërcunit i cili po del për çdo ditë edhe po thirret se do të ketë dënim edhe një vjet nëse ka dënim, ata Serbia do të përmbushet sepse veprën më madhore të shqiptarëve ndonjëherë në histori pas Skënderbejut nëse e kanë bëu, unë kam thonë edhe herave tjera e ka bërë UÇK-ja përkundër dopsive, sepse ka qenë krejt normale të ketë dopsi. Ka qenë normale sepse një gueril, çfarë ka qenë guerila shqiptare,
është akti më i rëndësishëm historik që ka arritur me gjithate të bëhet bashkëpunëtore në tokë e trupave të NATO-s. Profesor, ju e dini më mirë se unë që shqiptarët rrallë bëhen bashku kur vjen puna tek emri i UÇK-s, aty bashkohen gjithë, ajo është lavdia dhe kreneria jonë. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit, ishte Ignaci. Gjithë mira.